nuk ishte e lehtë që të arrinim në një konkluzion, por besoj që sapo vendosëm linjat kryesore të parimeve, pastaj ishte e thjeshtë për të përpunuar tekstin edhe çdo detaj tjetër. Sepse ajo që më bë mua përshtypje dhe thash në jetë reale është fakti që opozita ka rënë dakord të bëjë gjithçka që nuk e ka bërë deri tani. Dhe kjo është sigurisht edhe fal negociatave, po mendoj që duhet të jetë një vullnet, një vullnet Hynor. Hynor ndoshta jo. Unë besoj që në momentin ku besoj që do është një farë ultimatumi që duhet të ketë ardhur, se ndryshe nuk shpjegohet fakti që sot ata kanë rënë dakord. Një për të bërë gjithçka që nuk e kanë bërë deri tani, dhe e dyta ajo që pashun tek mediat e tyre ishte reagimi kundër kësaj rezolute. Jo nga politikanë vetë, po nga njerëz afër tyre, cilët e quanin një cop letër pa vlerë juridike. Ka zëra të ndryshëm kështu se linjat politike janë pak ambigue. Po vinte nga syri i familjes, ishte pak më ndryshe, ishte pak më solide. Ajo që duhet themi është që besoj që është një vetvrasje politike të jesh kundër integrimit. Dhe në këtë moment ku ne jemi në momentin final të fazës tranzitive, se pasi ne të mbyllim i barin, fillojmë tjetër kapitull pastaj. Bile e mbyllim atë librin e vjetër dhe hapim një libër të ri kur vjen puna për negociatat. 101 pika, për cilat duhet të 101 pika. 90 disa ne e kemi plotësuar. Dhe pra po flasim për një avancim shumë të madh. Në momentin që ne kalojmë i barin dhe fillojmë mbyllim kapitujt, është histori tjetër. Të dalësh kundër këtij momenti dhe të mos kesh kompromis politik, çfarëdo lloj force politike do të bënte një autogol të madh. Kështu që besoj që edhe pa një bindje me fjalë një forcë mazhor, nëse mund ta quajmë kështu, ky është imperativ dhe duhet të jesh shurdh politik për të mos e kuptuar imperativin e kohës. Që justifikohet patjetër edhe nga votuesit në terren. Pra edhe njerëzit aty poshtë kanë votuar për të kundërshtuar njëri tjetrin, në këtë moment arrin ta kuptojnë që kjo votë e përbashkët i shërben Shqipërisë.